Po uji, ne dukemi si prej mishi, si prej kockash kështu, por në fakt po ta lexosh atje në libër ku thua që ne përbëhemi nga 60-70% ujë organizmi i njeriu, nga kjo duhet nisesh që të kuptosh më njëherë se sa i rëndësishëm është uji për jetën tonë. Edhe ndonjëherë për t'i bërë qefin edhe vajzave kur janë kështu pak më të rritura, i them pije ujë se bësh dhe më e bukur, kështu që uji ngelet gjithmonë një sugjerim i rëndësishëm në dietën tonë, për arsye se edhe vetë veshka e filtron më mirë dhe produktet e katabolizmit edhe eliminimin e tyre në rast se veshka nuk merr sasinë e të nevojshme të lëngjeve, atëherë ajo mund të krijojë kristale, mund të krijojë gur, ajo mund të krijojë dëmtime të strukturës, mundet ndonjëherë që të kemi sidomos në ato raste që janë me risk apo me ndonjë anomali, të kemi një mbivendosje të këtyre ndërlikimeve. Pra uji ka një rëndësi shumë të madhe. Uji është shumë i rëndësishëm. Jo vetëm për veshkat, por për çdo. Me dy fjalë mund ta përkufizojmë sa më shumë ujë dhe sa më pak rip pjesën e ushqimore.